يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejtë muslimanëve që kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman, xhamatlinë të nderuar, ne ndajemi duke folur për njerëzit më të mirë që kanë dhe që ecën në rrezullin toksor pas pejgamberëve. Njerëzit të cilët janë udhëheqësit e njerëzimit, njerëzit të cilët janë drita e njerëzimit, njerëz për të cilët i ka lavdëruar Allahu, pejgamberi dhe të parët tonë, e ata janë dietarët, njerëzit e dijes, ata që ndjekin, ata që e kanë e të bojnë dhe ndjekin dhe shpërndajnë dijen të cilën e ka zbritur Allahu Azza wa Jall tek pejgamberi, e pejgamberi alayhis salam e ka shpërndajnë njerëzimin krejt. Allahu Azza wa Jall fillimisht kur flet për pejgamberët, thot wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Thot pejgamberët i kemi bër udhëheqës të njerëzimit, që ata i udhëheqin njerëzit dhe i urdhërojnë njerëzit me atë që na i kemi thënë dhe na ja kemi zbritur dhe na ja kemi dërguar. Ndërsa Allah Azza wa Jall trashëgimtar të këtyre pejgamberëve, që Allahu i bëni udhëheqës njerëzimit, i ka bërë njerëzit e dijes. I ka bërë njerëzit e dijes. Por Allahu Azza wa Jall tregoi për njerëzit e dijes shtesë dhe tha: "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, wama yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Tha Allahu Azza wa Jall kur deshti të tregon për Kur'anin, librin më të mirin në fytyrë tokës, librin që nuk ka mundësi të devijohet asnjë vokal i tij. Kur deshti të argumenton këtë libër, çka tha? Ky libër, tha, përkundrazi, është argument i prem, është argument i qartë. Për kanë? Për njerëzit që i është dhënë dija. Për njerëzit që i është dhënë dija, ky Kur'an është argument i qartë për ato që tregon për Allahun, për ato që tregon për këtë botë dhe botën tjetër, për ato se çka na pret neve pas vdekjes. Por ky është argument i qartë. E kanë e bëri për kanë argument i qartë, e bëri për njerëzit e dijes. Kjo pjesë tregon sa vlerë ka tek Allahu njeriu i dijes, ndërsa normal nuk është argument i qartë për njeriu e paditur. Ndërsa fundi i ajetit tha, e nuk i mohon këtu ajetet tona që na i kemi zbritur për njerëzimin. Nuk i mohojnë vetëm se ata zullumçarët, ata që bëjnë keq, të këqinjet, vetëm ata i mohojnë ajetet tona. Ndërsa Abdurrazak e ka sjell një fjalë të Tawusit, është një gjeneratës së dytë, një tabiin, e bjen një fjalë të mirë, të bukur të tyre, të tij, të Tawusit, dhe i thotë se: "O ju njerëz, prej natyrshmërisë së njeriut, natyrshmëri që Zoti e ka kriju, është me u sjell mirë me 4 lloj njerëzish. E cilët janë ata? Ai tha se i pari prej tyre është prej natyrshmërisë që Zoti e ka kriju njeriun ton, është mos sjell mirë me njeriun e dijes. Mos sjell mirë me dietarin, mos sjell mirë me atë që ta mëson dijen dhe ta tregon rrugën për tek Allahu, rrugën për në xhennet, dhe ta tregon se cila është rruga që çon zjarmin e xhehenamit dhe ruju prej saj. Kjo është i pari grupi njerëzve që kemi natyrshmëritë tonë që dush mos sjell mirë. E dyta tha: "Wa dhu shaybe", edhe të moshuarit që janë thinjur prej thinjave prej moshës së tyre, është natyrshmëria e njerit jo me nënçmu
jo me përdhës, por mos sjell mirë me ta. E tjetër tha, was sultani dhe e kata wal walid, edhe me udhëheqësin musliman është natyrshmëri mos sjell mirë. Edhe është natyrshmëri me u sjell mirë me prindin tan. Prej natyrshmërisë njeriut, nëse dikush sillet keq, me këto çka i përmendëm, me të parën, me dietarin, me hoxhën që ka diet, që për një me diet që të qënë tek Allahu dhe pejgamberi, nëse e shef që ai sillet keq me të, ose sillet keq me prindin e tij, dije se ky njeri ka dalur prej natyrshmërisë së njeri si njeri. Prej natyrshmërisë së njeriut, si njeri ka dalur ky njeri. Nëse ai sillet keq me ta, prandaj e bën një rast Ibn Abdul Barri në librin që flet për dijen. E bën pasenet dhe flet Sulejmanin alayhi salatu wasallam. Sulejmani ka qenë pejgamber i Zotit, edhe mbret, pejgamber, mbret, dhe i ka pasur në pushtet edhe botën tjetër të gjinëve krejt. I kanë bën e gjinë çka ju ka thonë, nërëshma këtë shtëpi, nërëshma këtë vend, shkoni më sjellni diamante prej detit, çka ju ka thonë ata kanë bën. Mirë po tha Ibn Abbasi, tha se Allahu i tha, o Sulejman, ti si pejgamber që të zgjedha, apo dush me kon be pos dije, apo dush të dhon pasuri shumë, apo po dush të dhon mulk, të dhon pushtet. A din cilën e zgjedhi Sulejmani alayhis salam, tha Ibn Abbasi? Sulejmani alayhis salam e zgjedhi pushtetin? Jo, por e zgjedhi dijen. Ai e zgjedhi, tha, o Zot, mu ma jep dijen, për tjerat njëherë jam interesuar. Ndërsa Allahu i ja dha dijen, por tha Ibn Abbasi, dija u bo ajo që ajo u bo dhe njeriu më i pasuri, edhe u bo apet edhe mbreti që e njeh historia prej kur ka ekzistuar nifet për mbretërinë e tij, edhe pejgamber. Por cila ishte ajo që e sjelli deri tek kjo? Ishte dija. Prandaj njëri prej dietarëve një herë prej herave u pyet, thonë, o dietari jon, o hoxha jon, ti ke marrë shumë dije na për hoxhallar, se për më bëhu hoxhi mirë, me thonë drejten, për më bëhu hoxhi mirë, që i merr vesh senet mirë, duhesh me i bashku gujtë të, gjënjët të me gjënjët të hoxhës. Duhesh me ju ul hoxhës përpara. Ndash më bëhu hoxhi mirë, ose ndash më bëhu njëri dijes, me më dijen tamam ç'ish duhet. Edhe i thanë atij dietarë, një prej dietarëve, i thanë, ti po të shohmi që me këta hoxhallar që ti ke mësu dijet e ta, po je shumë i sjellshëm ndaj tyre, atë shumë po i respekton, sa që kur të kemi mot respektin tënd që po ja ban dietarëve të tu, me respektin ndaj prindit, po e del tek na se respekti jot ndaj dietarëve është më i madh se respekti ndaj prindit. Pse kështu dietari jon? A di si ja kthej ai i tha, li anna abi kana sabab hayati al-faniya. O jo, nxënësat e mi tash, une kam respekt henez më të madh për dietarin se prindi jam. Sepse prindi është bon sebeb më sjell në botën që do të shkatërrohet, me një botë përkohshme. Ajo bon sebeb prindi jam më sjell në botën e përkohshme. Çka tha pastaj? Tha, wa muaddabi huwa sababun hayati al-baqiya. Ndërsa dietari që ka mësuar te ai është ma pregadit mu, ma ka pregadit rrugën për në botën e përhershme. Babai im, prindi im, po sillet dhe është bo sebeb më sjell në botën e përkohshme. A dietari po ma tregon rrugën si me kalu pastaj në botën e përhershme. Apo e vreni arsyen, tha, pse unë më shumë silla, më mirë silla me dietarin se sa që ja ka lënë sjelljes me prindin. Kështu pra ai ju përgjigj. Poeti arab, a di çka thot? Poeti arab thot, leysa al-yatimu alladhi qad mata waliduh. Mos mendoni që njëri është jetim për një me kështu. Adin, mos mendoni që njëri jetim që i ka vdek veç babai i tij. Po cili qen ka atëherë? Ai tha, innal yatima yatimul ilmi wal adabi. Mi po jetim, vërtet jetim. O në ti ko babën e nonën të kryt, let i rinë. Por jetimi vërtet është ai që sen nuk po merr vesh në çështje të dijes. As një tru dituris po ka, as sjellje etik nuk po ka, as dijes po ka. Ai është jetimi për një me. So jetimat në rrethojnë neve tani, Allahu a'la wa a'lam. Pastaj, dietarët islam thanë se dija është rruga që të çon tek Allahu, ta njeh Allahun, edhe dija është rruga që të çon xhenet. Unë mbështetën e fjallë të Allahut Azza wa Jall,
Por Allahu Azza wa Jall than në Kur'an, kur Allahu Azza wa Jall than në Kur'an, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Tha Allah Azza wa Jall, vërtet në krijimtarinë e tokës dhe të qiejve. Në krijimtarinë e tokës dhe të qiejve. Tha edhe në ardhjen e natës dhe të ditës ka argumente për ekzistencën e Zotit, i ambushin trurin me argumente për ekzistencën e Zotit kujt? Atyre që i është dhënë dija. Pra njerëzve të dijes, dija e ban që veç krijimtaria e tokës dhe e qiejve me drejtu për tek Allahu dhe me njoftë Allahun. Vazhdon ajeti tjetër, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Pastaj tha ajeti tjetër, ndërsa ata që kanë dije, jo veç kaq që dija i ban më njoftë Allahun azza wa jall, por ata e përmendin Allahun ulur në këmbë, duke qenë të shtrirë dhe në krahët e tyre duke qenë, ata e përmendin shumë Allahun azza wa jall, edhe kujtojnë Allahun se si e ka kriju tokën edhe qiellin, edhe thojnë o Zot i madh, ti këtë tokë, edhe këtë qiell, këtë sekoti si ke kriju, prandaj o Zot, na ruaj prej zjarmit të xhehenamit. Pra na çon në xhennet. A e vreni se dija ku ka? Dija ka ajo që ty po të çoj ka për në xhennet dhe një herit po të njeh ka tek Allahu azza wa jall. Një herë për herave ju e dini historinë e Musës a.s. Musa a.s. pejgamber prej 5 ulul azmëve dhe ai hinin debat tash me Firaunin e asaj kohe, me Ramsisin e dytë, hinin debat. Edhe ai tha, bina tha ti argumentet, që ti vërtet qenë ke pejgamber. Argumentet ta që një prej tyre, e nxjerri dorën e tij për xhepit ju bo dritë. Edhe e shtini prap në xhep e nxjerri dhe u hek drita. Ju bo dora dritë. Tanaj tjetër a ki argument, që argumente, kishte një shkëp Musa që e shërbente për rujtjen e bagëtive, kështu, e more e gjujti shkupin, dhe shkupi u bon një gjarpën gjigant. Edhe e preki atë gjarpin, a ju bon prap shkëp. Jeta qituta që ka ti po i thu, këtu ta veç sihr janë, veç sehire janë, se nuk janë realitet. Tha atëherë po timi që këke kësilloj sihirbazi, tha në cilën dit po do në mu takuti, edhe na takuhemi e i bijun e sihrbastemi, edhe shtyni për ajo sehiret cili po del maj madhë. Thanë që dit e zgedhen ditën. Kur u të botën ishin me djetra, mira, qindra, disa thënë 70.000 sihrbaz prej fshatra dhe qytete. I kam mbledh Firauni. Edhe ju të botën Musa. Musa vetë me një anë, me vllavin e vetë Harunin me një anë, edhe ata me mira sihirbaz në anën tjetër. Një sihirbaz me ban telashe, jo me mira anena. Edhe a di çka ndodhi aty? Sihirbazet i thanë, Allahu ja përmend fjalët e sihirbazve. Qalu, ja Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. O Musa, apo don ti i pari mja nis me qit sihrin tant, apo po don na të parë. Musa tha, atë ta qitni ju. Kur ata i qitën, ata litarët e vogël na përdur u dëkshin sy të njerëzve si sehire. E Musa alayhis salam, kur e qiti shkopin e tij, ajo po gjarë për realitet. Edhe ata sihirbaz e ponë që kjo nuk është magji çka ata po e bojnë, që vishë një duk në sytë e njerëzve. Ky ka original gjarpën, se a gjarpën ja tu baj ata litarët ja hangër krejt, edhe u kthy apo tu bën shkëp. A di çfarë ndodhi? Ata thanë na të besojnë se ti si je sihirbaz. Por ti qenë ke pejgamberi Zotit dhe na besojnë Zotin çka ti e beson. Mirë, po çka tha Imam Kurtubiu në tefsirin e tij. A di cila është arsyeja pse erdhi deri te çkia? So për këtë puna si ngjarje, si ngjarje e madhe. A di ta cila është arsyeja? Arsyeja është pse sihirbaz u sillen mirë me Musën. Sjellja e mirë me Musën si njeri i dijes dhe pejgamber i bëri sebeb, tha Kurtubiu në tefsirin e tij, i bëri shkak që ata me pranu Islamin. Si u sillen mirë, veç se i thanë, o Musë, ti si njeri i dijes, ti që ki dije, ti që po thu si pejgamber, dhe sjellja atyre e but me njeriu e dijes. I tha, apo ki qef ti pori? Apo na, qysh po ki qef ti? Veç pse i thanë Musës, qysh po ki qef ti? A na mi qit litart, ose sihrin të part, apo ti? Kjo e bëri sebeb, tha Kurtubiu në tefsirin e tij, që ata mu bo musliman.
Mu bo musliman dhe me shpëtu për zjarmin e xhenemit, që po të kishin vdek ashtu, ata në zjarmin e xhenemit kishin me qenë për gjithmonë. Prandaj sjellja e mirë me njeriu e dijes është prej etikës, prej natyrshmërisë që përmenda fjalën e Tabusit. Pastaj Shabiu e bën një fjalë ose një rast të Zeid ibn Thabit. Zeid ibn Thabit, shok i pejgamberit. Erdhi koha kur mbeti Zeid ibn Thabit prej më të pakëve që mbeti prej shokëve të pejgamberit. Ishte koka e këtij umeti. Ishte imami këtij umeti, njëri prej më të diturve që mbeti. Edhe një herë për herë rastisi me orë, po u plak. Rastisi me orë mja fol xhenazën një të vdekurit. E ato ishte edhe Ibn Abasi. Ibn Abasi ishte shok i pejgamberit, por më i ri. Edhe ato ishte Ibn Abasi. Ja foli namazin e xhenazës, kur u kry, ata njerëzit që duhet me respektu e dishin sa kanë di çfarë vlere kanë dietarët, shteti islam dhe udhëhesia islame ka pas pozitë. Kur fillun me ila anash, arriti pasaj. Edhe ata njerëz të rrethit me njëherë që thanë ka dalë, na ka orë dietari, birja një gomar, që ato matë mirin shka e patën, ja prënën gomarin, thanë hypo dietari unë ti në gomar. Tha po hesin gomë, hyptan dietari unë në gomar. Ndërsa të na, edhe në kërë me pos, e qesmi banvakia, dietarin të në qesmi jashtë. Ndërsa, ai hypi, kur hypi Ibn Abasi shka Jakopi frenat e gomarit. E që Ibn Abasi ishte shok i pejgamberit, po ishte pak ma i vogël, por ishte prej ma diturve të umetit prap. Jakopi frenat e mushkit ose të gomarit, edhe i tha Zeid ibn Thabit, o djali mingjës pejgamberit, mo bërë kështu mos më nënçmë, mos e kështu se ti e djali mingjës pejgamberit, unë veç jam shok i pejgamberit. Jo, tha, o Zeid, o djetari, unë tha, hakadha yuf'alu bil ulamai wal kubara, që shtu ta duhet na ka mësu etika, e kemi mësu prej të parëve tonë. Si për pejgamberit dhe atyre më të mëdhajve, se kështu do të sillemi me njeriun e dijes. Ndërsa nëse rastis ndonjëherë njeriu i dijes, nëse rastis ndonjëherë njeriu i dijes me koni vrasht, mos e leni atë dietar edhe nëse për shkak vrashtësisë së tij. Këtë na ka mësuar të parë ton. Tregon Imam Shafiu për Sufjan ibn Uyejnën. Këta imam, çdo njëri imam vetë është, që don histori me shpjegu. Edhe Sufjan ibn Uyejnës a di çka i tha një njeri? Këtë lajm e tregon Imam Shafiu. Tha i shkoi një njeri tha, o Ibn Uyejne, o imami jun, o dietari jun. Tha njerëz po vinë te ti me mësu prej fshatrave dhe qyteteve të largëta. Prej larg po vinë me mësu te ti. Tha se pedin që ti ki dije. Tha po pse be tha po sillesh vrasht me ta? Tha nuk bosqesh në ftyrën e ti. Me ko pak ma i qelë, mi toleru ka një tru. Pse tha po të gjitha i vrasht po rrim? A di shka ja këta Ibn Uyejne? Kë imamve është. I tha, atëherë tha, ata tha qka ti po mi përmend, që po e lan kanë dersin tem, dijen që një Allahu dhe të pejgamberit, që po e lan kanë për shkak të vrashtësisë time, ata këkën hamkah, këkën ahmoka, këkën të çmendur, i njej sikur ti që po pyet i çmendur. Tha qyshe e lajnë ato që një qej për tek Allahu Azza wa Jall, ata e lajnë kanë për di vrashtësi time në qka unë e kam. Prandaj, këshill për mua dhe për juve, nëse e shihni një dietar tuajin, një hoq tuajin që vërtet ka di, edhe nëse është i vrasht, por vrashtësia e tij mos ju ban mu largu prej tij. Kjo është që na mësuan të parët ton. Lusmi Allahun Azza wa Jall na fal ta mëshiron. Lusmi Allahun Azza wa Jall me dietarët në xhenet atjetën ata gan. Walhamdulillahi rabbil alamin.